Duke mbetur të vota e diasporës, zoti Andoni, duke se partitë politike po luftojnë për këto vota, pra për vota e diasporës. Pyetja ime është sa e rëndësishme është kjo votë, pra vota e diasporës në këto zgjedhje? Shiko, mund të bëj diferencën? Po, është nga ana sasiore, për arsyen e vetme që tashmë ke 250.000 veta të cilët ti beson që do votojnë. Por nga ana tjetër, nga ana cilësore unë besoj që jo. E para sepse ata po thuaj se më vjen keq ta them, vërtet e ndjekin Shqipërinë nëpërmjet rrjeteve sociale, ndjekin lajme, sepse duket nga komentet që bëjnë në përshkrime të ndryshme, por largësia me realitetin shqiptar dhe mënyra se si mund të kontribuojmë për Shqipërinë, unë them që edhe nga ata është shumë e vështirë. Megjithatë, në këto zgjedhje, ato të paktën do plotësojnë numrat, të cilat shqiptarët që janë në Shqipëri dhe kjo braktisja e madhe që është në shumë vende, të paktën të zëvendësohet nga ata dhe do plotësohet dhe të themi detyrimi kushtetues. Por po ta shikoni me kujdes, ka bërë një lëvizje shumë interesante Partia Socialiste për punën e pensioneve në Itali dhe nga ana tjetër për përpjekjet që po bën në Greqi dhe në Gjermani. Dhe të gjitha këto për shembull nga njerëz të cilët janë shumë racional, sepse të tillë janë njerëzit që jetojnë jashtë vendit, domethënë janë të lidhur direkt me pjesën e përfitimit dhe mënyrën e mbijetesës, unë besoj që kanë impakt shumë më të madh se sa ato që premton zoti Berisha dhe atë pjesën të themi të shpërbërjes komplet dhe fillimit. Shqiptarët janë të lodhur me fillime. Dhe nuk e di, më vjen keq dikush duhet t'ia thotë zoti Berisha që Shqipëria nuk mund ta fillojë përgjithmonë nga fillimi, sepse Shqipëria është e bërë. Shqipëria ka nevojë të kapi kohë, nuk ka nevojë të ribëhet. Qartë. Duke mbetur te zoti Berisha, duket se opozita, Partia Demokratike po e bën kauz mbylljen e TikTokut nga qeveria shqiptare. Akt censure për fushat, ka deklaruar zoti Berisha, ka bërë thirrje për protesta në 15 mars, madje edhe nxënësve për bojkot mësimit u ka bërë thirrje. Si e shikoni ju këtë vendim? Shumë të tepruar. Edhe në sensin që vërtet është shqetësuese që qeveria merret me TikTokun, sepse siç po flasim, Shqipëria ka shumë probleme sa TikToku është gjë e fundit. Dhe për shembull, nëse qeveria do merrte të themi do ishte radikale, mund të ishte e tillë edhe me Snapchat e tjera. Po ju e dini që TikToku është kinez, kurse Snapchati është amerikan dhe e kuptoni vetë domethënë që kjo pjesa servile e shtetit tonë është vërtet shumë shqetësuese. Është vërtet akt censure për fushat? Jo, nuk them që është akt censure, por që është akt realisht për ta dëmtuar domethënë pjesën tjetër, sepse realisht më besoni nëpërmjet TikTokut është më shumë protagoniste opozita, ndodh gjithmonë domethënë. Dhe unë besoj që Partia Socialiste po bën gjithçka për t'ia u bërë jetën më të vështirë. Nuk është se TikToku nuk po merr goditje nga gjithë bota, por keni parasysh për shembull, dhe ju e dini shumë mirë që qeveria jonë ka bërë bisedime, madje zoti Rama më duket bëri bisedime në Berlin me përfaqësuesin rajonal të tyre, mund të veprohet në mos gabojmë algoritmet që veprohet me qendrën ose kështu dhe vendosen disa filtra për adresat të cilat aplikojnë nga Shqipëria. Por kuptoj. Me zhvillimet që ka sot gjenden momente të tjera kur mos ti bësh gjë. E vetmja gjë është që do e vështirësoj përdorimin e njerëzve të cilët duan që ta përdorin TikTokun për interesat e tyre. Dhe kuptohet, opozita si ka prishur punë jashtëzakonisht. Qartë. Ju e cekët pak në fillim, zoti Andoni, por a mund ta thyejnë monopolin PSPD në skenën politike të vendit partitë e reja, kur kemi parë deri në këto momente që të paktën vetëm 2 parti arritën të bëheshin bashkë në koalicion, nuk e gjetën dot gjuhën e përbashkët. Edhe në këto zgjedhje jo.
edhe në këto zgjedhje. Jo, megjithatë këto zgjedhje do jenë test i parë për partitë